Sot me drejtorin e fondit jemi këtu në Gosivar, në institucionin komunales, me qëllim që të shohim dhe të zgjidhim problemin që është mbi 2 dekada, problemi i cili vërtet është problem bazik për fat keq sigurimi shëndetësor i qytetarëve që punojnë këtu. Ato janë 109, pra bëhet fjalë për 109 familje që me vite, me decenje punojnë dhe s'kan sigurim shëndetësor. Ashtu si çdo herë që kemi qasjen të definojmë problemin dhe të zgjidhim problemin, filluam procedurat bashkë me drejtorin e fondit, në fondin për sigurim që të shohim kush është zgjidhja e këtij problemi, për fat mirë në bord kaloi dhe zgjidhet problemi. Ashtu siç theksoi edhe drejtori, nga java tjetër të gjithë të punësuarit në këtë institucion do të kenë sigurim shëndetësor dhe mos kenë nevojë shëndetësore, megjithatë është aspekti i sigurisë që secili prej neve dëshirojmë ta kemi, që nëse në moment kemi nevojë për ndonjë shërbim shëndetësor, ta marrim atë pasi që këto janë të punësuar këtu dhe ju takon me ligj. Ku është problemi se edhe mbas drejtorit, domethënë nga viti 2013 paguhet rregullisht sigurimi shëndetësor. Është kjo një padrejtësi që është bërë. Është një padrejtësi dhe kush është fajtori? Pra, po ta shihni nga këndvështrimi i të punësuarve, definitivisht është bërë padrejtësi, pasi që ato punojnë, janë paguar këto dhe nuk kanë pasur sigurim shëndetësor. Po ta shihni në aspektin administrativ dhe institucional, fondi s'ka çka të bëjë se ato kanë borxhe aty dhe nuk mund të aktivizohet paketi shëndetësor për të punësuarit, pasi që ligji thotë kështu dhe s'mund ta anashkaloni ligjin. Ideja është që është dashur më herët të ulen me institucionet shëndetësore, me institucionin në Gosivar dhe të zgjidhet ky problem. E mira është që ky problem tani u zgjidh dhe nga java tjetër, për fat keq pas disa viteve, po ja, nga java tjetër do të kenë sigurim shëndetësor. Do thotë ky takim sot definitiv është çështje zgjidhjes së këtij problemi. Apo do të vazhdojmë në këtë situatë. Përpara se të bëjmë takimin sot, qasja jonë është ta zgjidhim problemin, pastaj ta prezantojmë që është zgjidhur problemi. Problemi administrativisht tek drejtori dhe në fond është zgjidhur, pra ka kaluar si pik atje. Sot ishim në takim me drejtoreshën për procedurat administrative më tej dhe atë që tha edhe drejtori, nga java tjetër veç do të jetë aktiv paketi shëndetësor për çdo të punësuar. A do angazhojë si ministri edhe për komunitetove? Domethënë 27-8 muaj të punësuar nuk kanë të paguar sigurim shëndetësor dhe 2-3 muaj më duket se janë parolla. Pra, unë jam ministri i shëndetësisë për gjithë shtetin, për çdo qytet dhe për çdo qytetar. Gjithsesi nëse ka ndonjë informat në kabinet, do të angazhohemi dhe do shohim se si do ta zgjidhim edhe atë problem. A ka kërkuar dikush ndihmë deri tash? Për ta zgjidhur? Për fat keq unë s'kam ndonjë informat, nuk mund të them po ose jo, pasi që s'jam informuar. Do të shoh sot në zyrë nëse ka ndonjë informat që kërkohet ndihmë apo zgjidhje të ndonjë problemi, nuk është problem. Për këtë problem ju kanë kërkuar ndihmë? Për këtë, po unë në Gosivar njoh shumë persona të cilët punojnë këtu dhe rastësisht duke ndetur në kafe më informuan që disa vite ka problem dhe të punësuarit nuk kanë sigurim shëndetësor, të nesërmen u pam në administratë çka ndodhen dhe filluam procedurën për ta zgjidhur dhe sot pas më duket një muaj e gjys ja u zgjidh problemi. Shumë gazon edhe në Tetov s'ka. Do ta shohim dhe do ta zgjidhim.